Ka ngjitur me qetësi shkallët e gjykatës së Kukësit dhe ka pritur ftohtë akuzën, edhe pse i pa mbrojtur nga asnjë avokat. Pavarësisht mungesës së emocioneve, Begzimi Isa do të qëndrojë në burg pa afat. Gjyqtarja Alma Ahmeta e cilësoi të drejtë kërkesën e prokurorisë dhe të ligjshëm arrestimin e të riut nga Orgjosti, i cili akuzohet për rrëmbim dhe tentativë trafikimi të një fëmije. Para se të zhvillohet seanca e shoqëruar në masa të rrepta sigurie, të afërmit e Isës kanë protestuar. Qa bën policia? Qa bën të ne? Gjithë ditën kontrol. Vlla jem, në momentin e arrestimit ka qenë të shtëpia në katë ditë të fjetë gjumë. Fëmia e cili akuzohet ka qenë të shtëpia vetë. Nëse vërtetohet akuza, burgim përjetshëm, vrasje, dënim, pushkatim. Lidhur me zhdukjen e Bleon Amatës, vllai të dyshuarit thotë se në atë kohë, pra në vitin 2010, Begzimi Isa ka qenë vetëm 16 vjeç dhe se vazhdonte shkollën në Prizren. Familja Bleonës Matës është krejtësisht e kundër ligjshme. Pse, do thosh, se për arsye vllai jem Begzim Isa ka qenë mosha 16 vjeç në shkollë mjekësie në Prizren. Me konvikt medreset Prizrenit, një fëmijë moshës 16 vjeçe, me rëmbi një fëmijë 8 vjeç, ai ka qenë për vete i mitur, jo me rëmbi fëmijë. Nëna e të akuzuarit ka alibin e saj. Ajo thotë se ka qenë e pranishme gjatë gjithë kohës në shtëpi dhe nuk e ka parë për asnjë çast të miturin. Për vetë për masat e saj, kjo çështje është marrë për hetim nga prokuroria e krimeve të rënda.